Pletohem. Partia Demokratike depozitoi në kuvend kërkesën për shkarkimin e presidentit të Republikës Bayram Begaj për shkelje të rënda të Kushtetutës. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi sqaroi para gazetarëve se në këtë kërkesë përfshihen 7 shkelje të rënda të ligjit themeltar të shtetit. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kemi dorëzuar sot në kuvendin e Shqipërisë kërkesën për fillimin e procedurës parlamentare për shkarkimin nga detyra të presidentit të Republikës Bayram Begaj për shkelje të rëndë në mënyrë të vazhdueshme të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Shkelja e parë që Bardhi listoi është dekretimi i datës së zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Ka dekretuar zgjedhje të përjetshme vendore në Bashkinë e Tiranës, pa u krijuar nga pikpamja kushtetuese vakanca, duke ju bindur urdhrit politik të Edi Ramës në Asamblenë e Përgjithshme të Partisë Socialiste. Partia Demokratike akuzon presidentin se ka shkelur Kushtetutën kur ka dekretuar ministra e Inteligjencës Artificiale Diella, kur ka dekretuar ligjin për komisionet hetimore i cili urrëzua më pas nga gjykata kushtetuese, si dhe për disa ndërhyrje të tjera të cilat sipas Partisë Demokratike nuk i kanë shërbyer ligjit themeltar të shtetit, por i kanë shërbyer kryeministrit Edi Rama. Por nga ana tjetër, Gazmend Bardhi akuzoi kryetarin e shtetit Bayram Begaj se gjatë detyrës si president ka punuar në sektorin publik e privat, edhe pse kjo i ndalohet nga Kushtetuta. Partia Demokratike pretendon se presidenti ka punuar si konsulent në një spital privat dhe si pedagog në Akademinë e Forcave të Armatosura. A e dini ju, dashur qytetar, që presidenti jo, ndërkohë që është president, rezulton të jetë i punësuar dhe merr të ardhura nga një klinik private mjekësore? Pra ditën bën presidentin e Republikës, mbas dite paguhet nga rrjeti i klinikave private Axhi Badem, siç deklaron vetë të ardhura çdo vit. Ky është niveli i presidentit të Republikës së Shqipërisë. Bardhi akuzoi kryetarin e shtetit edhe për konflikt interesi e korrupsion, duke pretenduar se djali i tij është i punësuar në një kompani e cila përfiton të gjitha tenderat e institucionit të presidentit. Presidenti i Republikës i jep të gjitha tenderat në fushë kompanisë përkatëse, ndërkohë që kompania punëson me paksa 2 fishi mesatares të gjithë punonjësve të kompanisë, një 23 vjeçar që nuk ndodhet fare në Shqipëri dhe bëhet fjalë për një vlerë mijëra euro që djali i presidentit përfiton çdo vit nga kjo kompani që nga ana tjetër merr mijëra euro çdo vit nga institucioni i presidentit të Republikës. Për këtë të fundit, Partia Demokratike paralajmëroi se do të çojë padi ndaj presidentit të Republikës Bayram Begaj në prokurorinë e posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit.